Tani të shohim edhe interiorin. Kjo është rimesa komplet fibër karboni me qepe këtu lart, bokset Harman Kardon. Kanë pas edhe Bang & Olufsen këto, po shumë rrallë në ato që janë si orë këtu, si ora Meron në formë. Normal që ka standard si e klasat e tjerë. Timonin, versioni se ka me Alcantara këtu, si që ka dhe kjo. Kjo është vesh vetë karbon. Se dilet i ka shumë multi-contour që quhen, dinamike edhe me masazh. I afron majnë në përkthesa këto afrohen edhe i rregullohet si dush. Kilometrajin deri në 200 milje, kjo ka ardhur nga Amerikan, 197.000 kilometra ka, që është e kthen kilometra. Komplet rimesa karboni, me qepje lart, shumë e pastër, shumë e bukur. Orën IWC Schaffhausen, që e kanë gjitha AMG-t, se dilet me ngroje, me ftoje, perdja mrapa, dhe eko, sensor të parkimit, kanë ezim kuadrin. Që është Comfort Sport Plus manual, edhe Race, që e kontrollo këtu, Marshi, që e kanë të AMG-t. Te pre-facelifti, ka qenë një më shëmtut, jo kështu me këtë hapësirën mes. Këto kanë bërë këtë, më e lezetshme, është kjo më e bukur. AMG modi këtu, amortizator, traction control off. Këtu kontrollo këtë command drive-in e Benzit, këtu lart. Këtu të pasagjerit sipas ka dinamike, po ti kishte i soi siç ka këtu, di kishte edhe këtë. Rrypat janë ndru, janë vut kuq. Lart është Alcantara komplet, është edhe panoramike. Në kabinë e klasi, W212, po me këto gjonat pak më cilësore, më thonë është përdor 220 që se ka me qepje, po këto gjonat e tjera pastaj si standard janë, kupto. Kjo pjesa e audios, volumit, gjonat të audios e vjetër është, e vjetër ka qenë për herë. Këtu ka kontrollin e klimës, si 212 qatë e tjerë. Ka këto logot këtu shtyp me, AMG së ndilen.